Mirë se vini në këtë udhëzues studimi. E dini, sot po hyjmë në një nga tekstet më të thella, më të ngarkuar emocionalisht dhe, të themi të drejtën, më të neglizhuara të gjithë Biblës. Po flasim për librin e vajtimeve. Është fjalë për fjalë një manual mbijetese për të lëndruar përmes asaj dhimbjes që të merr frymën dhe për të gjetur një dritë shprese edhe atëherë kur gjithçka rreth nesh duket se është kthyer në shkrumbehi. Ky material është ndërtuar posaçërisht për t'i dhënë thellësi diskutimeve tona në grupet e vogla të kishës. Së bashku do të shohim se si mund të përballemi me pikëllimin real pa e humbur atë besimin e palkundur. Për t'i dhënë pak drejtim kohës son bashkësot, ja si do të rrjedh ky diskutim. Do të nisim me kontekstin historik, do të shohim rëndësinë e pranimit të dhimbjes, pastaj do të gjejmë atë fijen e shpresës mes errësirës, do të flasim për lutjen si një rrugë rikthimi dhe në fund fare do të mbyllim me disa mësime shumë praktike për përditshmërinë tonë. Pra, le të fillojmë direkt me pjesën e parë, konteksti historik i vajtimeve, ose me fjalë të tjera, epoka komplekse e profetit Jeremia. Për ta kuptuar vërtet peshën e këtij libri, na duhet u udhtojmë pas në kohë, diku rreth vitit 586 para Krishtit. Imagjinoni pak skenën pas një rrethimi total dhe jashtëzakonisht brutal nga perandoria babilonase. Tani nuk po flasim thjesht për një betejë të humbur nga një ushtri, absolutisht jo, po flasim për fshirjen nga harta të një identiteti të tërë kulturor, fizik dhe shpirtëror. Jeruzalemi ra dhe u rrafshua plotësisht. Tempulli, i cili ishte qendra absolute e universit për jetën ebree, u dojgj deri në themel, ndërsa ata pak njerëz që mbjetuan u dërguan larg si sklever në mërgjim. Për ta ishte fjalë për fjalë fundi i botës. Tani, pikërisht në mes të këtij ferri mbi tokë, lind ky libër. Por shikoni, nuk është një ditar i thjesht ku dikush fryhet nga inati. Është një reflektim shpirtëror tejet aktiv dhe i organizuar. Ajo që e bën këtë një kryevepër gjeniale letrare është se shumica e librit të vajtimeve është shkruar në formën e një poezie akrostike. Do të thotë që në gjuhën hebraike çdo varg fillon me shkronjën pasuese të alfabetit. Pse ka kaq shumë rëndësi kjo? Sepse tregon përpjekjen e dëshpëruar të një njeriu për t'i dhënë pak rregull, pak formë dhe strukturë atij kaosit dhe asaj dhimbjeje që të paralizon. Është vaju njerëzor që kërkon formë përmes lutjes. Kjo na sjell natyrshëm tek seksioni ynë i dytë, pranimi i dhimbjes dhe pasojave. Njohja e hapur e pikëllimit pa maska. Dëgjoni me vëmendje këtë klithmëhapse nga teksti. Si është bërë e vetmuar qyteti që ishte plot njerëz? Kjo të godet rënd apo jo? Autori nuk po na bën një raportim gjeografik, ai përdor një metaforë vërtet therrse, duke e krahasuar këtë qytet dikur të zhurmshëm dhe madhështor me një të vetë të cilës i është zhvatur gjithçka brenda një dite të vetme. Bashkëshorti, familja, madje dhe vetë identiteti. Është një ftesë e hapur për ne, sot, që të ulemi bashkë në atë pluhur imagjinar dhe të ndjejmë realitetin e dhimbshëm të një humbjeje kaq të madhe. E dini, kjo qasje në fakt përplaset shumë fort me kulturën tonë moderne. Ne jemi mësuar me shprehje si bëhuj fort, mbaje veten apo kaloje sa më shpejt, por Bibla bën një gjë krejt tjetër. Këtu na thuhet se pikëllimi absolutisht nuk tregon mungesë besimi. Të qash dhe të ndjesh trishtim të thellë është një përvojë tërësisht normale dhe njerëzore. Madje, është pikërisht besimi vërtet ai që na jep guximin t'i shpalosim Perëndisë emocionet tona më të errta dhe dhimbjet më të pafiltruara. Megjithatë, ne duhet të ndalemi dhe të pyesim pse u lejua një kolaps i tillë, sepse teksti nuk na lë vetëm me lotot, ai ofron edhe një llogaridhënie shumë të ashpër. Libri na tregon se zgjedhjet shpirtërore të atij kombit patën pasoja katastrofike. Kjo është një e vërtet universale. Largimi me vetdije nga Perëndia krijon zbrasti, dhe mëkati, herët a vonë, gjithmonë kërkon haraqin e vet dhe të çon drejt shkatrimit. Është një pilule e hidhur për t'u gëlltitur, por e domosdoshme për të kuptuar se ku gjenden vërtet njerëzit në këtë tekst. Dhe pikërisht kur lexuesi arrin në pikën që ndjehet sikur nuk ka asnjë grimcë drite, bam, ndodh një kthes narrative jashtëzakonshme. Fiks në qendër të këtij libri, matematikisht në zemër të tij, drejtimi ndryshon 180 gradë. Nga njëra anë kemi peshën ndërmuese, atë realitetin e errët të kolapsit njerëzor, por papritmas, ballë për ballë me këtë errësirë, ngrihet si një mal i pashkatrueshëm premtimi i përjetshëm i Perëndisë. Është një kontrast që të le pa frymë dhe që ta rindes besimin në sekond. Kjo na kalon menjëherë te seksioni i tretë, aty ku gjendet zemra e gjithë këtij studimi,
shpresa mes errësirës, si një rreze vetë me drita. Dhe ja ku shfaqet një nga deklaratat më të guximshme dhe radikale në të gjithë historinë. Mëshirat e Zotit nuk kanë marrë fund, sepse dëmshuria e tij nuk mbaron kurrë. Tani, provoni pak ta mendoni këtë. Të kesh guximin t'i thuash këto fjalë ndërkohë që je i ulur fizikisht mbi hirin e shtëpisë sate të djegur. Kjo nuk është një optimizëm i verb, është një zgjedhje e hekurt, shumë e vetëdijshme, për të kujtuar karakterin e Zotit pikërisht atëherë, kur rrethanat po të ulërasin fytyrë të kundërtën. Thelbi mbetet se, pavarësisht dhimbjes paralizuese të së shkuarës, Perëndia është jashtëzakonisht besnik. Dashuria e tij nuk njeh asnjë kufi dhe nuk mund të zbrazet asnjëherë nga dështimet tona. Çfarë do të thotë kjo praktikisht për ne? Do të thotë që me lindjen e çdo mëngjesi të ri, pa marrë parasysh se sa e gjatë dhe e ftohtë ishte nata që kaluam, ekziston një sasi krejtësisht e re hiri që po na pret. Çdo agim është shansi ynë për t'ia nisur nga e para. Këtu jemi te seksioni 4, lutja si vend rikthimi. Pjesa ku shohim si të rilidhemi me Perëndin në momentet tona të krizës. Është e mahnitshme se si gjithçka befas bëhet kaq personale. Teksti zhvendoset nga një tragjedi gjigante kombëtare në diçka thellësisht intime. Ne kuptojmë që Zoti nuk është diku larg në qetësinë e qejeve, duke parë se si ne përpëllitemi nga lart. Jo, ai zbret poshtë në pluhur me ne. Ai është ai që dëgjon çdo lot që bie, që kupton edhe ato lutjet apo pshërretimat që ne as nuk i artikulojmë dot nga dhimbja. Është një empati hynore që të jep një ngushëllim të pamase. Dhe nga gjithë ky dëshpërim lind forma më e thellë e komunikimit. Në vend që të mbyllet në vetvete, populli fillon e lutet, dhe jo me fjalë boshe. Ata bëjnë lutje për falje, duke kërkuar falje për gabimet, lutje për mëshirë, duke u mbajtur fort tek Zoti, dhe mbi të gjitha, lutje për restaurim. Por vini re, ky nuk është thjesht një restaurim i rrugëve apo godinave, është rikthimi i atij raporti të artë të thyer mes krijuesit dhe nesh, e cila na sjell tek pjesa më e rëndësishme e përditshmërisë son, seksioni 5, mësime praktike për sot. Si ta marrim këtë tesar të lashtë e ta fusim në jetën tonë. Për ta mbajtur këtë super praktike për grupin ton sot, le të shohim këto 4 hapa konkret. Hapi i parë, sille atë dhimbje, ashtu siç e ke, të papërpunuar, të lënduar, drejtet e Zotit, pa filtra. Hapi i dytë, merr përgjegjësi duke e kuptuar thellë se zgjedhjet tona kanë shumë rëndësi. Së treti, edhe nëse je në syrin e ciklonit, vendos me vullnet të mbahesh pas shpresës së tij. Dhe e katërta, kur doherë që e sheh veten larg, mos harro se rruba e kthimit në shtëpi fillon gjithmonë me një lutje të sinqertë. Mesazhi i këtij libri ka përcen mrekullisht humnerën e 2500 viteve, sepse, të jemi të sinqert, të gjithë ne përballemi me rënoja në botën moderne. Ndoshta qytetet tona nuk janë në flak, por ne kemi marrëdhënie të thyra cop-cop, përballemi me kriza familjare, sëmundje apo edhe periudha depresioni. E rëndësishmja është kjo, ne nuk jemi vetëm. Secili nga ne kalon sfida, dhe akoma më mirë, ne kemi një Perëndi që është gjithmonë i pranishëm, qoftë edhe në mesin e zjarrit më të nxehtë. Dhe kështu arrim tek pyetja kryesore që do të hapë dhe diskutimin ton në grup sot. Si mund ta sjellim atë dhimbjen ton më të thellë e më të fshehtë tek Perëndia gjatë kësaj jave? Dhe ta mbajmë këtë pyetje në mendje teksa vazhdojmë bisedën ton të hapur, dhe le të forcohemi nga ideja se edhe mes rënojave më të tmerrshme, ka gjithmonë vend për të ndërtuar diçka të re plot shpresë.